Rreth 300 mbetje mortore që su është gjetur identiteti qëndrojnë në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Pjesa më e madhe e tyre konstatohet se i takon personave të zhdukur me dhunë nga lufta e fundit në Kosovë, por mostrat që janë nxjerrë nga kockat nuk përkojnë me ato që janë marrë nga gjaku i familjarëve të pagjeturve. Kritika kryesore jona për institucionet është mos identifikimi i një numri të caktuar të trupave, janë disa qindra, ndoshta deri në 300 trupa që për një kohë gjatë, për shumë vite, gjenden në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Spaku ato trupa duhet të identifikohen dhe autoritetet duhet më ndërmarrë masa. Ditor Haliti, zëvendësues i drejtorit të Institutit të Mjekësisë Ligjore, përmend disa arsye pse këta eshtra kanë mbetur në IML pa identifikim. Thot se në disa raste ka familjarë që refuzojnë të japin gjak me shpresën se i kanë ende të gjallë të dashurit e tyre. Një numër i eshtrave ai thot se nuk i përkasin luftës së fundit e disa janë të degraduara saqë nuk u nxirret profili i ADN-s. Po numri më i madh pse këtu mbetje janë ende pa identifikuara lidhet me ato që i quajmë ne identifikime tradicionale, që janë bërë në vitin 1999 dhe vitin 2000 prej ekipeve të ndryshme të Tribunalit të Hagës. Në atë kohë nuk ka ekzistuar metoda ADN-s në Kosovë, nuk është aplikuar, edhe identifikimi është bërë në bazë të pamjes fizike të viktimave, në bazë të gjësendeve, rrobave, kështu që në disa raste kanë mundur të ndodhin edhe gabime në identifikim. Kësisoj një numër familjarësh që i kanë varrosur të dashurit e tyre me këtë metodë nuk kanë dhënë gjak, me bindjen se i kanë gjetur trupat. Në IML dyshojnë se në një numër rastesh gjaku i këtyre familjarëve, po që se pranojnë ta dhurojnë, mund të përputhet me ADN-n e kockave në IML. Tash nëse dikush e ka një trup që e ka marrë vitin 99-2000 pa ADN, po mënyrë të gabume, ndërkohë trupi i vërtet u gjet më vonë, ka këtu edhe tash na kemi shumë vosën për me identifiku mirë, po me qenë se familjarët e këtij individi nuk kanë dhënë gjak, ky trup po më mbeti pa identifikuar në IML, ndërsa familjarët në disa raste mund të kenë trupat e gabuara. Andin Hotin nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur me Dhunë thot se janë duke punuar me disa familje për t'i bindur të japin gjak, por se çështja vlerëson se është shumë e ndjeshme. Unë nuk besoj që është dikush që mundet për momentit të shkoj të trazoj mbi 13.000 ose 15.000 familje që i kanë të vrarë dhe të kërkoj gjakun kështu njëkohësisht sepse është e rëndë. Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare të Komisionit Qeveritar, 1588 persona ende figurojnë në listën e të zhdukurve me dhunë.